Do t'ju sjellim tani drejt për drejt pamjet jashtëzakonshme të eklipsit të plot të diellit, një eklips i cili i plot do të zgjas vetëm për disa minuta, konkretisht për 2 minuta e 18 sekonda dhe do të shihet gjithsej në 294 kilometra. Pjesërisht do të shihet edhe këtu nga Shqipëria, por nëpërmjet agjencive të lajmeve kemi mundësi tani që t'ju japim pamjet më të mira të këtij eklipsi që po ndiqet drejt për drejt tani në të gjithë botën. Në fakt, sot më 12 gusht na kalon mes tokës dhe diellit dhe për pak kohë mbulon tërësisht diellin. Është një eklips i plot i diellit, një nga fenomenet më spektakolare astronomike të vitit dhe sidomos ajo do të shihet mjaft mirë në zonën ku eklipsi do të jetë i plot. Bëhet fjalë për Groenlandën, Islandën, pjesën e Spanjës, një pjesë e vogël të Portugalisë. Këtu në Shqipëri do të duket shumë pak eklipsi i plot i diellit. Shikoni këto pamjet drejt për drejta. Për një moment hëna do të mbuloj tërësisht diellin dhe rrotull saj do të duket edhe kurora e diellit. Është një aktivitet i jashtëzakonshëm astronomik dhe konsiderohet i rrallë nga shkencëtarët, pasi madhësia e dukshme e hënës dhe e diellit në qiell është pothuajse e njëjtë. Hëna mund të mblojë plotësisht diskun e ndritshëm të diellit dhe të lërë të dukshëm vetëm pjesën e asaj që njihet si kurora diellore, e që ndodhet në atmosferën e jashtme të diellit. Pikërisht gjatë këtij fenomeni astronomik në fakt do të mund të studiohet për herë të parë si vjet kurora e diellit. NASA po përdor disa misione dhe avion që do të ndjekin hijen e ënës për të zgjatur kohën e vëzhgimit. Nga toka maksimumi i këtij eklipsi është 2 minuta 18 sekonda. Ndërkaq gjatë tërësisë fenomenit temperatura mund të bjerë dhe drita ndryshon në mënyrë të dukshme. Qielli merr pamjen e muzgut, ndërsa planetët dhe yjet më të ndritshëm mund të bëhen edhe më të dukshëm gjatë kohës së eklipsit. Shkencëtarët paralajmërojnë se edhe kafshët mund të reagojnë ndaj ndryshimit papritur të dritës dhe të temperaturës. Megjithatë nuk kemi të bëjmë ndonjë efekt misterioz apo paranormal, gjithçka është e parashikueshme. Sot mekanizmi është i qartë, dielli, hëna dhe toka do të vendosen në një linjë të tillë që hëna hedh hijen e saj mbi pjesën e tokës, pra nuk është duke e diellit, është një mbulim i përkohshëm nga hëna. Në pjesën e ekranit ku kam më shumë ngjyra është eklipsi siç mund të duket nga Tirana. Natyrisht duket vetëm shumë pak, rreth 8%, dhe në bregdetin e Spanjës do të jetë i dukshëm më mirë se në çdo vend tjetër, në Islandë dhe në Groenland gjithashtu. Gjatë këtyre ditëve ju kemi informuar se si shumë njerëz në vende të ndryshme të Europës kanë mbajtur radhë nëpër dyqane për të blerë syzet speciale të nevojshme për të ndjekur nga afër eklipsin e plot të diellit. Ka pasur mjaft interes, sidomos në rrjet. Njerëzit janë informuar për mënyrën se si mund ta ndjekin, si mund ta shohin të plot, si mund ta shohin edhe pa ato syzet speciale të eklipsit. Megjithatë ka pasur një paralajmërim nga NASA se sidomos në vendet ku eklipsi do duket i plot, duhet patjetër që të mbahen këto syze, e gjithashtu duhet ketë filtra të posaçëm për kamerat dhe për aparatet fotografik, në mënyrë që ato të mos dëmtohen. Pamjet janë të jashtëzakonshme.
Ju sjellim se si po shfaqja dhe si po duket eklipsi i plot i diellit nga Tirana e gjithashtu nga Spanja, ku një numër jashtëzakonisht i lartë qytetarësh kanë zënë prej orësh pika të ndryshme të vendit për të parë sa më mirë dhe sa më të plot këtë spektakël astronomik. Mund të shikoni se sa shpejt po ndryshon forma në Tiranë, ndërsa në pjesën tjetër ju sjellim në mënyrë dhe grafike se si po ndryshon pikërisht në vende të ndryshme. Mund të shikoni këto janë pamjet nga Norvegjia, se si duket eklipsi i plot i diellit. Nëpërmjet agjencive të lajmeve kemi mundësi që t'ju sjellim si po përjetohet dhe si po shihet tani eklipsi plot i diellit nëpër botë. Në fakt bëhet fjalë për një fenomen astronomik që do të shihet më së shumti në Europë, në pjesën e Atlantikut të Veriut, por i plot, spektakli i plot i këtij fenomeni qiellor do të jetë në Island, në Grönland dhe pjesërisht në Spanjë. Në Tiranë duket se ka përfunduar kjo shfaqje, ky eklips i plot i diellit, ndonse në Shqipëri ose në Tiranë, të themi sipas pozicionit gjeografik, mund të shihet vetëm 8.4%. Por pamjet më mbreslënse, më të bukura na vijnë tani nga Spanja. Në Europë ka pasur interesim të jashtëzakonshëm sepse është një fenomen astrologjik i cili ndodh një herë në disa dekada. Dhe pikërisht në Spanjë është një nga ato zonat brezit të tokës ku hëna mbulon, mund të duket kur mbulon 100% diskun e diellit. Nga agjencitë e hapësirës, veçanërisht nga NASA, janë dhënë koordinata të qarta për vendet nga ku mund të shihet në mënyrë të qartë ky eklips i plot i diellit. Për shembull në Valencia, pjesa e plot e këtij eklipsi do të duket rreth orës 20:32 minuta, 20:33 minuta sipas orës lokale. Në Leonin rreth orës 20:28 deri rreth orës 20:30 minuta.